Parashikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13. Bashkimi Evropian e sheh mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë si një hap të mirë drejt mundësisë heqjes së masave të vendosura që nga viti 2023. Zëdhënësi i BE-s ka konfirmuar se ky ishte një sinjal i rëndësishëm i deeskalimit në veri që do të merret në konsiderat në kontekstin e heqjes së mëtejshme të masave. Vajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë shihet në Bashkimin Evropian si një hap i mirë drejt mundësisë së heqjes së masave të vendosura që nga viti 2023. Duke u referuar vizitës së fundit të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kosovë, një zëdhënës i BE-s ka theksuar se ajo është inkurajuar nga raundi i parë, paqësor, konkurrues dhe gjithëpërfshirës i zgjedhjeve lokale me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve. Ky ishte një sinjal i rëndësishëm i deeskalimit në veri që do të merret në konsiderat në kontekstin e heqjes së mëtejshme të masave, ka konfirmuar zëdhënësi i Bashkimit Evropian në një përgjigje me shkrim. Javën e kaluar, gjatë qëndrimit të saj në Prishtinë, von der Leyen pati, siç thuhet, diskutime konstruktive si me presidenten Vjosa Osmani, ashtu edhe me kryeministrin Albin Kurti. Sipas të njëjtit burim, Bashkimi Evropian pret që edhe raundi i dytë i zgjedhjeve lokale të zhvillohet në të njëjtën mënyrë dhe pret një tranzicion të rregullt të qeverisjes lokale. Në shënimin e 25 vjetorit të agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë, presidentja Vjosa Osmani ka pritur delegacionin e bordit këshillues të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të iniciativës për parandalimin e dhunës seksuale gjatë luftës. Delegacioni që përbëhej nga të mbjetuar të dhunës seksuale nga vendet të ndryshme të botës, ndau historinë mbi dhimbjen, forcën dhe rrugtimin drejt tejkalimit të traumës. Në anën tjetër, presidentja tha se zërit i të mbjetuarve të dhunës seksuale është thelbësor për hartimin e politikave të qëndrueshme dhe efektive që synojnë sigurimin e mirëqenies së plotë dhe drejtësisë për të gjithë. Me rastin e ditës kombëtare të Hungarisë, kryeparlamentari Dimal Basha ka shprehur mirënjohjen për miqësinë dhe mbështetjen e palëkundur që Hungaria i ka dhënë Kosovës ndër vite. Në pritjen e ambasadës hungareze në Prishtinë, Basha ka vlerësuar guximin dhe qëndresën e popullit hungarez për liri. Ai tha se e kaluara e popullit tonë mbetet frymëzim për brezat e ardhshëm. Radio Televizioni i Kosovës prezanton premierën e filmit dokumentar Në luftë me fatin, një rrëfim prekës për përballjen e një familje me sfida të mëdha dhe luftën e tyre të dyfisht për mbijetesë. Dokumentari, me autore Venera Gjorgjaj Adili dhe Ilir Kabashi, sjell në ekran historinë e dy prindërve heronj që, pavarësisht vështirësive, nuk dorëzohen dhe arrin të prekin lumturinë. Premiera do të mbahet të martën me datën 28 tetor në orën 19 në kineman ABC në Prishtinë. Filmi është një prodhim i Radio Televizionit të Kosovës, që sjell një dëshmi të fuqishme njerëzore për forcën, dashurinë dhe shpresën. S'kisha po të minat. Atë s'ka hongër, atë s'ka pi. Të thamë gru që lira... E për të zizi... Me vorrose, Lina. Një gjesë në pasat i vritë, nërë gja konteja. Ecim tutje me informacionet e tjera të ditës. Është mbajtur ceremonia hapëse e Festivalit të Teknologjisë Dokutek 2025. Presidentja Vjosa Osmani përmes një videomesazhi ju drejtua të pranishmëve, duke thënë se inovatorët e rinj dhe ndërmarrësit e Kosovës po formsojnë të ardhmen digjitale që te kalon kufi tanë. Misioni ynë i përbashkët është ky: të krijojë një Kosovë ku çdo i ri e çdo e re ka mundësinë të ëndrrojë, të shpik e të ndërtoj. Një Kosovë që eksporton jo vetëm produkte, por edhe ide, jo vetëm energji, por edhe frymëzim. Unë besoj me gjithë zemër se ardhmja digjitale e Kosovës po shkruhet nga njerëziu, me dijen, kreativitetin dhe përkushtimin që po e bëjnë Kosovën të njohur në çdo cep të botës.
Banka Qendrore e Kosovës në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman dhe Shoqatën e Bankave të Kosovës ka lansuar garën që synon të pajisë studentët dhe profesionistët e rinj me njohuri praktike për tregjet e kapitalit nëpërmjet pjesëmarrjes në bursën virtuale të Stuttgartit. Guvernatori i BÇK-s Ahmet Ismaili theksoi se gara është një hap i rëndësishëm për promovimin e edukimit financiar dhe forcimin e ekosistemit financiar në Kosovë, duke kombinuar njohuritë financiare me aftësitë digjitale, në një kohë kur teknologjitë si fintech, blockchain dhe inteligjenca artificiale po transformojnë sistemin financiar. Në njoftimin e BÇK-s bëhet e ditur se gara do të përmbyllet me ndarjen e çmimeve për 3 ekipet më të suksesshme, duke vlerësuar njohuritë dhe aftësitë analitike të pjesëmarrësve. Prokuroria themelore në Prizren ka ngritur akt akuzë ndaj personit me inicialet M.G, shtetas turk, i cili akuzohet për vrasje me thik të vajzës së tij dhe për sulm ndaj vajzës tjetër dhe bashkëshortës. Sipas akt akuzës, i dyshuari në mëngjesin e datës 6 maj të këtij viti kishte shkuar në dhomën e 2 vajzave të tij, teksa ato po flinin dhe i kishte goditur ato. Si pasojë e plagave të marra, viktima me inicialet Sh.G kishte vdekur në vendin e ngjarjes. Në njoftim, gjithashtu theksohet se i pandehuri kishte goditur edhe bashkëshortën e cila ishte përpjekur ta ndalonte të pandehurin, gjatë se cilës kishte pësuar lëndimin në fytyrë dhe në dorë. Kampioni i Kosovës Drita do të ndeshet me skuadrën Qipriote Omonia në kuadër të gjirës së dytë në Ligën e Konferencës. Ky duel transmetohet drejt për drejt në televizionin publik me fillim nga ora 18:45 minuta. Ndërkohë rrugët Luan Haradinaj dhe ajo e UÇK-s janë ngarkuar me trafik për shkak të ndeshjes që pritet të zhvillohet sonte. Kampioni i Kosovës Drita është nikosiri skuadrës Qipriote Omonia në përballjen që do të luhet në Fadil Vokri, derisa Drita startoi mirë në këtë kompeticion pasi e fitoi një pikë kundër Kupsit në xhiron e parë, duke barazuar 1-1. Në anën tjetër, ekipi qipriot është mposhtur në xhiron e parë nga Mainzi 0-1 dhe kështu nuk e ka asnjë pikë momentalisht. Strategu i Dritës Zekria Ramadani në konferencë për media theksoi se kampionati qipriot është pak më i lartë se kampionati ynë, megjithatë Ramadani beson se skuadra e tij do të bëjë paraqitje të mirë në duel me Omonian. Këto dy ekipe nuk kanë luajtur asnjëherë më parë, mirë po që të dy skuadrat janë në formë të mirë, duke arritur nga 3 fitore në 5 ndeshjet e fundit, përkundër një barazimi dhe nga një humbjeje. Ky duel nis në orën 18:45 dhe transmetohet drejt për drejt në televizionin publik të Kosovës. Konferenca e parë për Showdown for Legacy 3 zhvillohet në Stuttgart, nis numërimi mbrapsht për mbrëmjen e madhe të boksit. 51 ditë para mbrëmjes së madhe të boksit Showdown for Legacy 3, ka nisur faza më intenzive e përgatitjeve. Në ambientet e stadiumit të Stuttgartit u mbajt konferenca e parë zyrtare për shtyp, ku morën pjesë drejtuesit ekzekutiv Arber Krasniqi dhe Klaus Müller, si dhe boksierët kryesor të eventit. Së pari shumë faleminderit, jam shumë mirënjohës për angazhimin e radio-televizorit të Kosovës, që na mbështet familjarisht aq shumë, ka qenë gjithmonë mbështetës familjes sonë, edhe tash po i shkojmë drejt rrugës, kështu që besoj shumë në një bashkëpunim suksesshëm. Kjo ngjarje e organizuar nga Prime Time Promotion do të zhvillohet me 13 dhjetor në sallën Sharena të Stuttgartit, e cila pritet të mbledhë rreth 3000 spektator. Pa lidhjes së ngushtë të kampionit Ardian Krasniqi me klubin e njohur Stuttgart, është arritur një bashkëpunim i veçantë. Mbrëmja Showdown for Legacy 3 pritet të sjellë duele interesante në mbrëmje, ku meqit kryesor pritet i paraprin edhe duele tjera. Udhëheqësit e vendeve të Bashkimit Evropian janë mbledhur për një samit një ditor në Bruksel për të diskutuar tema të ndryshme, përfshirë planet për të përdorur asetet e ngrirëra të Moskës për të financuar
përpjekjet e luftës së Ukrainës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky po merr pjesë në takim. Propozimi pa precedent për atë që BE ka quajtur një kredi dëmshpërblimi do t'jep të Kijevit 140 miliard euro asete shtetërore ruse, të ngrira që aktualisht mbahen nga Euroclear, një institucion financiar me seli në Belgjik. Plani ka muaj që është hartuar pjesërisht për shkak të kompleksiteteve ligjore që e rrethojnë, si dhe shqetësimeve nga shtetet anëtare për prishjen e stabilitetit financiar global. Belgjika në veçanti ka qenë nguruar të mbështes përdorimin e aseteve të ngrira ruse për shkak se duhet të mbajnë bisupe çdo pasojë të mundshme nëse Rusia sfidon ligjërisht Euroclear. Rusia ka reaguar me zemrim ndaj çdo sugjerimi se BE mund të përdorë paratë e saj. Çdo iniciativë konfiskuese nga Brukseli do të rezultojë në mënyrë të pashmangshme në një përgjigje të dhimbshme, tha zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova. Për BE problemi se si të vazhdojë të mbështes luftën e Kijevit kundër agresionit rus është bërë më urgjent që kur mbështetja e SBA-s për Ukrainën është zvogluar. Që nga korriku shtetet anëtare të BE-s kanë ofruar rreth 177.5 miliard euro në mbështetjen financiare për Ukrainën. Por në mungesë të ndonjë përparimi drejt një marrëveshje arpushimi, Ukrainës do t'i duhen më shumë para ndërsa lufta i afrohet vitit të saj të pestë. Rreth 210 miliard euro në investime ruse u ngrin nga BE, kur Moska nisi pushtimin e saj në shkurt të vitit 2022. Pjesa më e madhe, rreth 185 miliard euro, ndodhet në Euroclear për transaksione financiare në Bruksel që vepron në jurisdiksionin e BE-s. BE-ja ka përdorur interesin nga asetet e ngrira ruse për mbrojtjen e Ukrainës që nga pranvera e vitit 2024 dhe kjo shumë arrin deri në 3 miliard euro në vit. Të nderuar shikues, ishte ky edicion i orës 15 dhe të gjitha informacionet e përgatitura po ashtu për këtë edicion. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.